si biznes është shumë i levërdishëm pse këtu për ju në Kosovë, po unë e shoh një nevojë për atë dhe të kam thirrë, e shoh një nevojë se ti duhet më na dhoni informacione neve për mënyrën se si ta zhvillojmë bizneset e në Maqedoni. Është shumë e rëndësishme për ne si popull të marrim informacion nga i pari atyre që je zgjedh në Austri edhe të përgëzoj për këtë sukses. Tregom tosh ne në Maqedoni si ka t'ja nisim. Mirë do ishte me fillu edhe ju në Maqedoni ashtu si shkemi fillu ne duke fillu prej shkollave teknike. Okej. Me profesorët e shkollës teknike, me nxënësit e asaj shkolle, Pastaj bazat. do të thënë ne do të pas bazë. Po nuk e bazë atëherë është e kohë, se nuk mund të nisë prej kokës dhe poshtë, por ne do të nisë prej poshtë dhe sipër. Do thotë shkollën fillore, pastaj shkollë teknike, pastaj në universitet. Do thënë kur edhe ju i keni këto 3 etapa, atëherë mendoj që edhe ju nuk do ta keni këtë problem. Do thënë duhet me punu shumë fuqimisht. Unë kam pas në vizit disa herë profesorët e shkollës teknike nga Tetova, tash më kërkoj fare që nuk më kujtohen emrat e tyre, por edhe kam qenë në Tetov 2-3 herë në shkollën teknike, ku kemi menduar në atë kohë, kjo ka qenë para 7 vite, ndoshta edhe më shumë, ku kemi menduar ne ta hapim një bashkëpunim